Besimtarët Bektashi në Gjirokastër kanë kremtuar sot festën e shenjtë të Sultan Novruzit, 22 marsi, përkohë me lindjen e Imam Aliut dhe njëherë Aziz shënon fillimin e pranverës, simbolin e ripërtëritjes dhe ngjalljes së jetës. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët janë drejtuar te qesë Zallit, ku në drejtimin e babas Skënder Dervishit kanë kryer ritet fetare të kësaj dite të veçantë. Me emrin e Zotit fuqimadh me shumë. Ju urojmë gjithë besimtarë Ramazan të lehtë dhe Zoti ja pranoft Ramazanin dhe gëzoja për shumë vjet Sultan Novruzin. Sultan Novruzi është datëlindja e Imam Aliut. Në këtë datë të shënuar, besimtarët kanë përcjell mesazhe urimi për paqe, begati dhe harmoni mes njerëzve në mbar botën. Kjo simbolizon festën e lindjen e Imam Aliut. Besimtarë më i madh, e njohin të gjithë muslimane. Dhe neve, unë për jetime kam festuar vazhdimisht. Është një festë e rëndësishme për besimtarët? Patjetër. Ishte të gjitha fetë të tjera. Edhe kjo shumë fe përparimtare me të gjitha rritet. Uroj të gjithëve gëzuar, shënet, marrësi në dyert e tyre. Edhe sa më lart këto vëne. Këtu në Dylbe, futemi atje, lutemi, edhe kaq. Është një festë e rëndësishme për besimtarët? Për besimtarët Bektashin, po. Shumë e rëndësishme. Ju uroj gjithë besimtarët Bektashi dhe të gjithë besimtarët e të gjitha sekteve të tjera që festojnë këtë festë të ditëlindjes të madhit Imam Aliut. Paqja, dashuria, mirësia qoftë mbi të gjithë njerëzit dhe të gjithë besimtarët. Dhe inshallah siç rilindi kjo ditë pranverore, rilind dhe dashuria për besimtarët. Festa e Sultan Novruzit është përjetuar me emocion jo vetëm në Teqe, por edhe në familjet e besimtarëve Bektashin, të cilët e kanë përcjell këtë ditë me rite tradicionale dhe lutje për mirësi.